me sot. Si pralla e kecit dhe me ditë, na erdi ujku me kemën e lyer me miell dhe na hyri brenda dhe sot e shikoni se në çfarë gjendje ndodhet Shqipëria. Populli është si dragoj, duket sikur fle, po në momentin që ai duket sikur fle, ai është i rrezikshëm se kur për të gjithë diktatorët. Ta që kanë mbyllur dritarit këtu, i kanë mbyllur dhe veshët. Dua t'i them e Tiranën, ka dy rrugë për të larguar. O të largohesh nga marrëveshja me popullin që ka dalë në këtë shesh të madh, ose do largohesh me dhunë nga turmat. Rrugë të dytë s'ka. Largohu dhe pastaj vendi ka nevojë për një kontratë të re sociale, ku shteti të vjet në ekuilibër, ku të ketë president të dalë nga populli jashtë partive politike, ku të ketë këshill presidencial që të ekuilibrojë presidentin, ku kryeministri kushdo parti që fitojë edhe 10 mandate, mos ketë mundësi të jetë më shumë se 2 herë kryeministër. Ky vend duhet vend në shina dhe mbi të gjithë të jetë diktatura e popullit. Dëgjoni këtu. Sot këtu vendoset fati i arshëm i 15 vjetëve të paktën të atyre që do drejtojnë Shqipërinë. Duhet jemi të kujdesshëm sepse këtu sot kanë shtyrë vesh të gjithë ata që janë të interesuar për Shqipërinë. Si miqtë, si dhe armiqtë. Ne gardhin duhet ta mbajmë me të dy bashkë, dhe me miqtë dhe me armiqtë. Dhe gardh nuk do të jetë vetëm midis nesh. Edi Rama Doriqu të ndryshojë kodin zgjedhor. Votat të numërohen nga njerëzit që do dalin nga ky shesh. Të krijoni një lëvizje politike. Ja u rekomandoj mos rini amorf një parti politike që mund ta quani partia e bulevardit, sepse ka dalë nga bulevardi. Ngrini një strukturë themelore drejtuese me djemë dhe me vajzat më të mira. Ne jemi shumë pak dhe njohim njëri tjetrin. Ja njohim se cilit meritat dhe dobësit dhe të metat. Mos lejoni që këtu në krye të dalin ata që punojnë për të tjerët, ata që nuk e duan Shqipërinë. Shqipëria e shqiptarëve, vërtet e tradhtarëve, mos e ndryshoni.